Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në mbyllje të seancës plenare i ktheu përgjigje pretendimeve dhe akuzave të opozitës. Datë fundit u larguan nga salla në momentin që Balla mori fjalën. Socialisti u përgjigj akuzave të deputetit demokrat Flamur Noka për një takim të socialistëve në Aruba me trafikant droge, si edhe debatit të bërë më parë në konferencën e kryetarëve për ndryshimin e procesit të raportimit të institucioneve të drejtësisë në kuvend. E kapëm dhe një rekord tjetër si seanca më e gjatë për miratimin e kalendarit. Dëgjova me vëmendje disa prej deputetëve që bërtisnin që kemi një muaj që kemi ardhur, ju ka lënë Luli me probleme në matematik. Tani arritët qëllimit. Bë trëmujëm pa ditur se për çfarë jemi mbledhur të diskutojmë. Noka mori fjalën në emër të asaj që ka mbetur Ahmet Past, Partia Demokratike, dhe foli këtu për programin. Fiksime ka pasur gjithë jetën të shkojë në Aruba me pushime. Të kesh dieni për diçka të tillë minimalisht do thuash emrat dhe do bësh kallëzim e do shkosh në spa. Kemi ngritur 11 komisione, kishim rënë dakord këtu 4 vite më parë për t'i ndryshuar dhe për t'i dhënë rol të ri komisioneve në kuvend. Janë të vetmit që bëjnë propozime dhe nuk rrinë të votojnë për propozimet e veta, u shpreh Balla për kolegët e opozitës.